Kosova e ka shënuar rënien më të madhe në 15 vitet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi, me 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më së keqi në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Xhemail Rexha, ka folur për media pas rënjes për 24 pozita, duke ngritur alarmin për gjuhën friksuese ndaj gazetarëve, e cila sipas tij ka kulmuar që nga nëntori. AKG-ja është thellësisht e shqetësuar me këtë renditje, më e ulta për një dekadë që prej vitit 2015. Megjithatë, e sheh si reflektim të një politike të vazhdueshme aktive armiqësore të 2 viteve të fundit, të udhëhequr nga qeveria e partisë politike vetëvendosje, u tha në reagimin e AKG-s. Të fushatës dhe sërish është moment të reflektimi për këtë që e ka në dorë që ta ndryshoj këtë dhe në fakt vendosja ka shumë të lehta për këtë, thjesht duhet të ndaloj së targetuar gazetarët dhe të provoj të pengoj punën e tyre. Liria, kam parë shumë komente sot, ne jemi të vetëdijshëm që ka liri të shprehjes edhe të medias në Kosovë, sepse mbajnë vetë gazetarët dhe mediat, do të thotë e luftojnë çdo ditë për të. Ajo çfarë raporti vën pa dhe renditjen kaq ult e bën për shkak pikërisht të këtyre ndërhyrjeve që vijnë nga qeveria e Kosovës dhe kësaj tendence të vazhdueshme të qeverisë së Kosovës për ta minuar këtë liri të medias dhe shprehjes. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka reaguar pas raportit të fundit të Reporterëve pa kufi, ku Kosova ka pësuar rënje të thellë në indeksin e lirisë së shtypit, duke u renditur 24 vende më poshtë dhe tashmë e fundit në rajon. Në një postim në Blue Sky, Rode tha se raporti i këtij viti lexohet si një listë detyrash për qeverinë e re, duke theksuar se liria e shtypit është themeli i çdo demokracie të qëndrueshme. Ai theksoi se Kosova renditet madje edhe pas Serbisë, duke ngritur alarmin për situatën e rënduar të mediave në vend.